Përshëndetje. Në këtë video udhëzuese, ne do të mësojmë se si të ndryshoni fjalëkalimin tuaj në skuadrim. Klikoni foton e profilit tuaj në shiritin e sipërm të aplikacionit për të hapur menun anësore. Prej andej, zgjidhni opsionin Account. Më pas, klikoni Change Password. Kjo do t'ju çojë te formulari i ndryshimit të fjalëkalimit. Së pari, shkruani fjalëkalimin aktual për të konfirmuar identitetin tuaj. Pastaj, vendosni një fjalëkalim të ri. Dhe konfirmojeni atë. Pasi të jeni të sigurt që e mbani mend fjalëkalimin e ri që vendoset, klikoni Change Password. Do të shfaqet një mesazh suksesi që konfirmon se fjalëkalimi juaj është përditësuar.